إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. والله إذا تندرشم fillimisht falenderojmë Allahun Azza wa Jall, I cili na bëri pjesë marrës të dinit të vetëm të pranuar tek Ai. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall, I cili na mundsoi të përjetojmë këtë muaj madhështor. Dhe sot ja vlejmë që të gëzohemi, nga se Allahu Azza wa Jall me mirësinë e Tij na mundsoi të plotësojmë agjërimin e këtij muaji. Para doledhët të ndërshëm thonë të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se besimtari I ka di gëzime në agjërim. Gëzimin e parë jemi sot që e përjetojmë, kur ta përfundojmë një adhurim të madh të Allahut Azza wa Jall, një shtill prej shtillave të Islamit, gjithashtu dhe gëzimin e ditë e presmi inshallah, ditën kur takohemi me Allahun Azza wa Jall, në gostin Allahut Azza wa Jall. S'ka shpërblies më të mirë se Allahu Azza wa Jall. S'ka një koqir më të mirë se Allahu Azza wa Jall. Për këtë arsye vëllezër të ndershëm, kjo vetëm është një pjesë e gëzimit. Për këtë arsye sot adhurimi më I mirë që I bëhet Allahut Azza wa Jall, që të gëzohemi me përfundimin e këtij muaji, me përmbylljen e këtij lloji ibadeti, ku Allahu Azza wa Jall na mundsoi dhe na lehtësoi që të përjetojmë, që të agjerojmë, që të qëndrojmë pranë Zotit ton dhe t'i tregojmë se vërtet ne dojmë Allahun Azza wa Jall. Pra vëllezër të ndershëm, transmeton Ebu Daudin sunenin e tij, gjithashtu dhe Imam Nesai nga Anas ibn Malik, kur erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë, I pa ansarët që I kishin di festa që lozin argëtoheshin në ato ditë, dhe e pyet pejgamberi Allahut dhe I thot, çka janë këto ditë? Tha, këto ditë na kanë met prej kohës së ignorancës, kohës së xhailjetit, dëfrohemi, argëtojmë në këto ditë. Tha pejgamberi Allahut, Allahu Azza wa Jall ja ka zamencu këto ditë me ditë më madhështore dhe më të mira. Ajo Fitr Bajrami dhe Kurban Bajrami. Pra vëllezër të ndershëm, se tha pejgamberi Allahut se këto ditë janë më madhështore, më të mira se ato ditë që I keni përjetuar para Islamit, për çka se ato ditë të cilat ato u argëtoshin, ishin ditë që I patën propozu krijesat e Allahut, ndërsa këto ditë janë të përzgjedhura nga krijuesi. Pra këto di festa janë të përzgjedhura prej krijuesit. Pra Allahu Azza wa Jall thonte, وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. Për këtë arsye le të gëzohen me këtë mirësi dhe me këtë mëshirë që Allahu Azza wa Jall përzgjodhi për ne. Nga se gjithashtu Allahu Azza wa Jall na përzgjodhi këto di festa për shkak se mbas këtyre ne I përfundojmë di ibadete të mëdha, I plotësojmë imanin dhe Islamin, nga se I krijmë di shtilla të Islamit, siç janë agjërimi, muajit të shenjtë të Ramazanit dhe kryerja e haxhit. Pas këtyre di shtillave të Islamit, Allahu Azza wa Jall na porositi që të gëzohemi, që të përjetojmë një lloj gëzimi të kësaj dunjas, e gëzimi në ahiret është shumë më madhështor. Pra vëllezër të ndershëm, ne ishmi me një ibadet të madh, ku Allahu Azza wa Jall deshti nëpërmes këtij ibadetit na japet disa këshilla dhe disa mësime. Ja pra përfundoi Ramazani, lumi ata që e kanë agjeru, lumi ata që e kanë shfrytzu, mjeri ata të cilët kanë qenë neglizhent ndaj këtij muaji, nga se ikja e këtij muaji nën kupton se dhe ne një ditë do të ikmi nga kjo dunja. Lumi ai që e ka shfrytzu jetën e vet, e mjeri ai që I ka kalu jetën e vet në dëfrime, e pastaj ka ngel I vetmuar me Zotin e vet dhe me veprat e Tij. Na mësoi vëllezër të ndershëm, mësimet e çmuara të agjerimit janë të shumta.
Unë do t'i përmeni vetëm disa nga ato, nga mësimet që në mësoj agjerimi është sinceriteti. Sa Allahu Azza wa Jall e don veprën e sinqert, ku agjeruesi adhuron të Allahun Azza wa Jall pa e ditas kush, ku agjeruesi ishte kujdesshëm edhe në kuzhinën e mbyll të tij që mos të depërton mos të depërton në fitin e tij apo në barkun e tij diçka, për çka kush është ai që e vëzhgonte Allahu Azza wa Jall. Parat kur erdhi Gjibrili alayhi salatu wassalam te pejgamberi Allahu dhe e pyeti për Islamin, e pyeti dhe për imanin, e pastaj e pyeti për shkallën më të lartë të imanit që quhet ihsan. I tha pejgamberit Allahu Gjibrili alayhi salatu wassalam, se pejgamberi Allahu na tregoi se kishte Gjibrili që erdhi me mësu muslimanëve fen, e i tregoi për shkallën më të lartë, kulmin e shkallës së besimit, e pyeti për bamirësinë ihsanin, dhe i tha ja Muhammed, më trego çka është bamirësia, çka është ihsani. Ndëgjoni çfarë u përgjigj pejgamberi Allahut, dhe ky hadith i pejgamberit Allahut përputhet me atë ibadet që ishte ti në ta. Tha pejgamberi Allahut, el ihsan an ta'budallah ka'annaka tara, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ta adhuroj Zotin tanë sikur ti me pa Zotin tanë para teje, nëse ti nuk e shef, Allahu të shef. Pra vëllezër të ndershëm, agjerimi na mësoi që ne të jemi rob të Allahut Azza wa Jall, pra ti frikmi Allahut Azza wa Jall, të na kuptojmë se nuk kemi mundësi që ti mshehemi Zotit ton. Për këtë arsye, ne jemi ata që kujdesmi për veten ton në çdo mend, në çdo çast, në çdo vend, në çdo gjendje që jemi, nga se e dim se Allahu Azza wa Jall na vëzhgon, dhe kjo është kulminacioni i ihsanit, dhe pejgamberi Allahut e ka thujt takwa, kjo është devotshmëria. Devotshmëria është roja, kujdesja e vetës së njeriut me çdo sen që i dhon Allahun Azza wa Jall, apo siç kanë thonë, është panciri besimtarit që e mbron nga zjarmi i xhenemit. Para vëllezër të ndershëm, agjerimi na mësoi devotshmërinë, na mësoi se si të kujdesmi ne çdo sen në jetën tonë që e veprojmë, e pyesmi se Allahu Azza wa Jall a lejon, Allahu Azza wa Jall a ka ndaluar në ta, sikur pyesmi për agjerimin, çka e prish agjerimin, çka e çel agjeruesin, çka ja prish agjerimin, çka e rregullon agjerimin. Pra jeta jon dhe pas Ramazanit duhet të jetë të kujdesje që e përfill urdhin e Zotit vet dhe apo ndalohen ndalesat e Zotit vet. Agjerimi vëllezër të ndershëm na mëson mëshirën, na mëson gjithashtu ndjenjat ndaj të tjerëve. Para transmeton Ibn Abbasi që thot, pejgamberi Allahut tanë jetën e tij ka qenë bujar. Pejgamberi Allahut më bujar ka qenë Ramazan. A e dini pse? Nga se e ka shijuar vëllezër të ndershëm eqen dhe urin. Ne na gjatë ditëve të Ramazanit e shijojmë eqen dhe urin. Ja dim skamorit, ja dim të varfrit, ja dim atij që duhet me angjit dorën. Para atë agjerimin neve në mëson, ma nga dal o vllai i dashur, Allahu Azza wa Jall ka begatu me shumë begati, mos i përbos begati të Allahut Azza wa Jall, se dikush është në gjendje që s'ka me ngranë, dikush është në gjendje që s'ka me pi, dikush është në gjendje kritike, ti jenë këto mirësi, para ta solidarizo me të qertë, ndihmoj të qertë, mëshiroj të qertë, si që mëshiron të pejgamberi Allahu. Ramazani agjerimi na mësoi gjithashtu lidhshmërinë tonë me Zotin ton, në veçanti komunikimi jon me Zotin ton. Është interesant vëllezër të ndershëm që ti të komunikosh me Zotin tan. A e din si të komunikon ti me Zotin tan? Ti komunikon me Zotin tan kur ti lutesh Zotin tan. Para atë lutja është një ndër ibadetet më madhështore. Mirë, po më interesant se kjo është të komunikon Zoti jote me ti. A e din kur komunikon Allahu Azza wa Jall me robën e vet? Komunikon Allahu Azza wa Jall me robën e vet kur ta lexon Kur'anin e Kerimin, fjalën e Allahut Azza wa Jall. A kuptuat se di ibadete më madhështore në agjerim pas agjerimit që Allahu Azza wa Jall i ka përmbledhën dhe i ka përmend dhe ajetën në mesin e ajeteve të agjerimit janë dy lloj ibadete. Shahru Ramadan alladhi unzila fil Qur'an, muaj Ramazanit e përzgjodhi Allahu Azza wa Jall që ta zbret Kur'anin e Kerimin, dhe muaj Ramazani është fjalë Allahut Azza wa Jall, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'an. Nëse pyesin robët e mi, le ta dinë se un jam afër tyre, le të më luten mua, le të kërkojnë nga un do t'i përgjigjem atyre. Këto janë dy lloj ibadete më madhështore, nga se me dua ne komunikojmë me Zotin ton, me leximin e Kur'anit Kerimit. Allahu komunikon me robën e tij.
Para ta mos e braktis fjalën Allahut azza wa jall edhe nëse kalon Ramazani, nga se është madhështore të komunikosh me Zotin tan apo të komunikon Allahu azza wa jall me ti. Është një fjalë me mrekullueshme që Allahu azza wa jall e ka lënë vetëm për ummetin e pejgamberit Allahut. Lutim Allahun azza wa jall që Allahu azza wa jall të na ban gjuhët tona të njohma me lexim të Kur'anit Kerimit, të na ban dhe mas Ramazani që komunikoj me Zotin ton. Dhe Allahu azza wa jall komunikon me ne. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Pra Allahu të ndëshëm agjerimi, muaj shenjtë i Ramazanit erdh me shumë mirësi, ku na dha shumë këshilla dhe mësime. Na mësoi se nderi besimtarit atë të qëndron gjatë natës me krijosin e vet. Siç ka thonë të parë tonë, se s'ka mundësi një njeri të veçohet pas orarit të punës vetëm me atë që e don. Dhe besimtari që e don Zotin e vet vetëmohet në errësirën e natës. Pra sa net të këndshme ishin ato net që ne komunikuam, që ne e adhuruam Allahun azza wa jall në errësirën e natës. Sa nder i madh ishte që Allahu azza wa jall na mundsoi dhe na nderoi të qëndrojmë pranë atij, që nuk qëndrojmë gaditu vetëm para Zotit ton, ndërsa si përfaqen e tokës sa kemi njerëz që qëndrojnë gaditur pa lëviz para krijesave apo para të vdekurve. Para ta më la për shtipje njani që ishte pjesëmarrës në ibadet, i cili na tregoi dhe tha: gjatë natës vërtet u fash një gatë, qëndrova derisa u lodha, pastaj mu kujtu se para Ivanovit kam qëndruan shumë ma gatë, megjithatë thuaj se u tentosha edhe frimarjen mos më ndëgjon. Kjo është e cila motivoi mua të qëndroj pranë Zotit tem. Pranë vëllezër, pranë krijesave Allahu të ndëshëm, ne qëndrojmë gaditu pa lëviz, ndërsa pritojmë të qëndrojmë gaditu para Zotit ton. Pra kjo është nder për ne vëllezër të ndëshëm, që të qëndrojmë gaditu para Allahut azza wa jall. Allahu azza wa jall ati që e ka dashuru namazin vetëm se e ka nderu që ki të rigaditu vetëm para Zotit vet, dhe në mos t'i përullet askujt vetëm Zotit vet. Pra të Allahu azza wa jall thot në Kur'ani Kerim: ban sejdë dhe afrohet e Zotit jot. Pra Allahu të ndëshëm agjerimi Ramazani na mësoi se veçimi me Zotin tan a ka një lloj ambëlsire të veçantë. Edhe pse ndoshta kam të lodhshin dhe dhimbshin, megjithatë shpirti u ngrit edhe u qetësonte. Pra mos të jetë namazi natët vetëm në Ramazan, se Aisha transmeton se pejgamberi Allahut nuk i ka lënë pa i fal 11 rekat namaz natën në Ramazan dhe jashtë Ramazanit. Ai nuk e ka dalluar Ramazanin me jashtë Ramazanit, sikur Allahu azza wa jall nëpërmes këtij ibadetit ka dashur me na thonë: nëse doni ju që shpirtat e juaja të qetësohen, të rregullohen zemrat e juaja, qëndroni para Allahut azza wa jall në errësirën e natës. Kështu thonte Ebu Darda radiallahu anhu: o ju vëllezër, falni dy rekat në errësirën e natës, për errësirën e varrit. E kur e pyetën ata përse, për çka se ata që falen natën, Allahu azza wa jall ja ndriçon varrin. Këto janë kandilat e dunjas, këto janë ato fenerat që ndriçojnë si për faqen e tokës, siç kanë thonë parë tonë. Ato që bojnë namaz natë janë sikur se yjet që shkëlqejnë në tokë, dhe banorët e qiellit i shiqojnë ato sikur kandila që shkëlqejnë në tokë, sikur ne që i shiqojnë yjet në qiell. Pra Allahu të ndëshëm Ramazani na mësoi unitetin dhe bashkimin, se bashkimi patjetër duhet që muslimanëve që kthen forcën atyre. S'ka forcë ki ummet nëse nuk bashkohet. Për ata uniteti është i rëndësishëm, vëllezër të ndershëm. Ne kur u bashkoshmi faktikisht trupat ton kur u bashkoshin, u bashkuan edhe shpirtat edhe zemrat. Pra le të jetë ki bajram, vëllezër të ndershëm, bajrami i bashkimit, i unitetit, i vizitave, nga se madhëria Allahut azza wa jall, vepra më e mirë që sot i bën Allahut azza wa jall, vizita e farefisnis, nga se vizita e farefisnis t'i jep dimishde, që thot pejgamberi Allahut: ai që i viziton akraballakin, ai që i viziton farefisnin, ai që i hap diert dhe i viziton njëri tjetrin, Allahu ja shton furnizimin dhe ja zgjat jetën. A jeni të interesuar që rizko dhe furnizimi dhe bereqeti të zbrit në shtëpijet tona? Vizitoni të gjithë, pra solidarizoni me gjithë, mos i mbyllni dirt me asken, nga se është rrezik të jesh i dhëruar edhe në këtë ditë madhështore, ditë feste me dikan, nga se thot pejgamberi Allahut:
çdo të hanë dhe të enjtë prezantohen veprat tek Allahu Azza wa Jall. Dhe Allahu Azza wa Jall i fal të gjithë që Allahu si kanë bën ortak përveç se njonin. A din cili është ky njoni, thot ai i cili me vllavin e vet ende nuk flet, ai i cili dirt ende i ka të mbyllura, ai që është i dhruar me dikan. Thot Allahu Azza wa Jall, leje këta, mos e mëshiro, leje këta, mos e mëshironi, mos e falni derisa të pajtohet me vllavin e vet. Vllai dashur musliman, ndoshta justifikimi jot që un po i shkoj çdo bajram ai s'po më vjen. Shko vazhdo se kjo është morali pejgamberëve. Kështu erdhi një njeri te pejgamberi Allahut dhe tha: "Ja Rasulullah, tha po sjell na mirë me njonin, ai po më sjell vrazh. Tha po bën drejtësi ndaj atij, ai po bën mizori. Tha unë pi shkoj, ai s'po vjen." Tha pejgamberi Allahut: "Përgëzoni të gjithë ata që cilët e kanë këtë moral të pejgamberëve." Tha nëse vazhdon ti me këtë sjellje dhe i shkon ende, Allahu Azza wa Jall ndihmon ton, Allahu të ndihmon ti, Allahu Azza wa Jall të ndihmon lutjen ton, Allahu brenda ti largon, Allahu të ruan prej të lashë, Allahu e la të tiruar, Allahu Azza wa Jall çon mirësi shpirtin tonë. Thot pejgamberi Allahu se Allahu ndihmon ton, ndërsa me këtë veprim ti faktikisht i të mi ata, as për ta sikur se rrtën se bidon aty. Pra se Allahu Azza wa Jall, që Allahu Azza wa Jall të na bëj konjokse të zemrat, mos dhe të ndim me këtë ditë madhështore, të duhemi me njëri në qetrit dhe të jemi si një këto që ka thonë pejgamberi Allahu nëse një pjesë e trupit e një dhimbje e një gjithë trupit. Lutim Allahu Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall të ne pranon veprat, para një qovë bajrami, Allahu ja pranon veprat, Allahu Azza wa Jall në të korsërin, në ke shpi madhë